Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të dashur teleshikues, mirë se po takojmë në një emision të ri në një ditë të bekuar të muajit të madhëruar. Zatën jemi në ditën e 17 të këtij muaji të bekuar. Jemi në fitoren e madhe të muslimanëve. Jemi në fitoren e madhe të pejgamberit alayhis salam, në fitoren e madhe të besimit kundër besimit. Sot jemi me faqen 420, pastaj për të vazhduar me ju të dashurit e mi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Të dashurit e mi, këto ishin ajetet 16 deri 22 të surës Ahzab, që parafërsisht kanë këtë përmbajtje. Allahu i thot Muhammedit alayhis salam, thuaj, nëse ikët prej vdekjes ose prej mbytjes, ikja nuk do t'ju bën dobi, sepse edhe atëherë nuk do të shpëtoni dhe ju do të përjetoni vetëm atë që Allahu ka caktuar për ju, domethënë do të shpëtoni për një kohë të caktuar pa kohë. Pastaj Allahu thot, thuaj, kush do t'ju mbroj prej Allahut nëse Allahu ka caktuar ndonjë të keqe që t'ju ndodh ju, ose do t'ju godit me ndonjë të keqe nëse ai u caktuar ndonjë të mirë. Po përveç Allahut, ata nuk do të gjejnë për veten ndonjë ndihmëtar. Allahu i ka njohur shumë mirë ata që ndër ju pengonin dhe ata që vëllezërve të vet u thonin e jani me ne. Ata nuk vinë në luftë vetëm se një pakic. Janë koprac ndaj jush, nuk ju duan juve të mirën.
E kur u vjen frika, i sheh ata të shikojnë ty, e sytë e tyre rrotullohen si të atij nga të fiktit pranë vdekjes. E kur largohet frika, ata ju shpojnë juve me gjuhë të mprehta, lakmues për pasuri, për prehën e luftës, të tillët nuk kanë besuar. Andaj Allahu u asgjësoi veprat e tyre, e kjo për Allahun është e lehtë. Ata mendonin se grupet aleate ende nuk ishin shkuar, dhe nëse aleatet kthehen edhe njëherë, ata munafikat do të dëshironin të kishin qenë beduin diku me arabët dhe prej atje të pyesnin për çështjen tuaj, por edhe sikur të ishin në mesin tuaj, ata krejt pak do të luftonin. Ju e kishit shembullin më të mirë, shembullin më të lartin, në të dërguarin e Allahut, në Muhammedin a.s. kuptohet, ai që shpreson në shpërblimin e Allahut në botën tjetër, ai që atë shpresë e shoqëron duke e përmendur shumë shpesh Allahun e Madhërisëm. Dhe Allahu përfundon këtë faqe me ajetin 22 duke na thënë: e kur muslimanët e pan ushtrin aleate, thanë, kjo është ajo që Allahu dhe pejgamberi i tij na premtua neve. Allahu dhe i dërguari i tij e thanë të vërtetën. Ajo ushtria e armikut që e pan me sytë e tyre, vetëm u ashtoi besimin dhe mbështetjen muslimanëve. Të dashurit e mi, këto ishin domethënjet e përafërta të këtyre ajeteve, të cilat po sa i lexuam së bashku. Tani është radha juaj. Ju presim të na telefononi dhe të na thoni atë që keni përzgjedh me lexu sot bashkë me ne. Presim nëse kemi telefonuesin e parë. Po, kemi telefonuesin e parë. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam, mirë se erdhe. Mirë si u gjitha. Kush në lajmërohet? Kanita. Kanita, nga lajmërohesh? Nga Bordhi Madh. Kanita, çka ka përzgjedh sot me lexu me ne? Tebet yede. Tebet yeda. Fillo të lutem. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ما تلهب ورأته خمر حطب في جيدها حبل من مسد. Kanita të lumt, faleminderit shumë. Të falenderojmë për telefonat me shumë kënaqësi. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Emrin të lutem? Marja. Edhe një herë? Marja. Marja, mirë se erdhe. Mirë se ju gjitha. Çka ke përzgjedh me lexu sot me ne? Kom përzgjedh duan. Cilën duan? Namazit? Tahiyatun. Fillo të lutem. At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu. Assalamu aleyke eyyuhen nebiyyu wa rahmetullahi wa barakatuh. Assalamu aleyna wa ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Të lumt, Marja, faleminderit shumë. Ju presim edhe ditëve të tjera të na telefononi dhe të lexoni me ne atë që ju mendoni se duhet të ndajmë së bashku. Faleminderit edhe juve. Aleikum selam. Ndërkohë, presim telefonuesin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Kush na telefonon? Sumeja Smica nga shoqi Bordhi Madh. Sumeja, çka ke përzgjedh me lexu sot me ne? Unë sot e gjeva me lexu surën Ahzab. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Urna kush ka me lexu? Apo në motra në tanko Po, me shumë kënaqësi. Selam aleikum. Aleikum selam. Gjeneta?
Gjineta Filita Gabori Maj. Mirë se erdhe Gjeneta. Qa ke përzgjedhë sot me lexu me ne? E surën Gërsën. Cilën sure? Gërsën. Fillo të lutëm tani. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salake tufasitanu. Radike. Fatahami. Inna shanike. Waradal. 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 Inë shani ke huva lëptar. Allah shpërblej. Faleminderit shumë Gjeneta. Ju presim edhe ditëve të tjera. Tani në radhë presim telefonusin e radhës. Alo, kujti themi? Assalamu alaikum. Aleikum salam. Unë quhem Nela nga Prishtina. Nela, mirë se erdhe. Çfarë ke përzgjedh për sot? Po, dhe sot kam përredhur ta tham surën Fatiha. Fillo të lutëm. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Të lumt Nela, faleminderit shumë. Të përshëndesim Edhe Nela. motra. Po me shumë kënaqësi Nela. Alo? Assalamu alaikum. Aleikum salam. Kush na Po një telefon? Maksa Stopolli nga Prishtina. Qa ke përzgjedh për sot me lexu? Surën Nas. Fillo të lutëm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Të lumt Hafsa, faleminderit shumë. Ju përshëndesim. A mundesh veç me përnisu emrin e ka Aksa. Aksa. Në rregull se sot dëgjosh i mirë. Faleminderit shumë. Ju presim edhe ditëve tjera. Ndërsa tani ju urojmë iftar të këndshëm. Presim telefonusin e radhës. Alo, kujti themi? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Aorta Feza. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Qa kemi lexu sot me ne? Allahumma salli ala. Fillo të lutëm tani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin ve ala Ali Muhammad. Kemalas as-Suleyta ala Ibrahim ve ala Ali Ibrahim inneke hamidun mejid. Të lumt të orta, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ndërkohë ti mësot diçka tjetër dhe na telefonon në ditët në vazhdim dhe na kënaq me këtë lexim. Faleminderit, të presim. Faleminderit. Allah e trujt e tret me të mirat e tij. Urdhra? Presim telefonuesen e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Alo, kujt i themi? Jeni drejt për drejt. Urdhroni ju lutem. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Aleikum salam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kush na telefonon? Muhammed Krasniqi nga Mitrovica. Muhammed Krasniqi nga Mitrovica. Mirë se na erdhe Muhammed. E për të me thonë surën Tilkodës. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى وقمع الفجر. Të lumt, Muhammed, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh. Ndërsa prej Muhammedit kalojmë tek Alo. Tek kush kalojmë prej Muhammedit? Alo, ku ti? Assalamu alaikum. Aleikum selam, mirë se erdhe. Unë jam Jusufi nga Prizreni. Jusufi nga Prizreni. Mirë se erdhe, Jusuf. Çka kemë lexuar sot me ne? Al-Fatiha. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin. Të lumt Jusuf. Faleminderit shumë Jusuf. Presim edhe ditëve tjera të na telefonosh. Përshëndesim Jusufin dhe mirë presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Alo. Tani, të dashur të mi bëjmë një shkëputje dhe kthehemi për ta prezantuar mysafirin e parë për sot. Këtu në të gjatë thimën është Esma. Esma, mirë se erdhe. Si u gjeta? Qa ke përzgjedh me lexu sot me ne? Surën Adiyat. Adiyat, fillat lutem. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات صبها فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Çfarë metode ke mësu? Çysh e ke mësu këtë sure? Kam mësu me babën. Ai të ka përsëriti pas ti disa herë me përsërit një fjalë, disa herë një ajet apo? Mësojsha tani babë veç më gajka e ka mirë. Bravo, shumë bukur, dhe më thonë, edhe të ka përmisu bukur. Përveç kësajna, edhe suret e tjera, të kanë ardhur vështirë me i mësu për derisa nuk janë në gjuhën shqipe, janë në një gjuhë tjetër, që s'është gjuhë, nuk është gjuhë amtare jona. Jo, nuk më vjen edhe shumë zërë. A të pengon të mësimit e shkollës? Jo. Të lumt. Më vjen shumë letë. Të përgëzoj, veç vazhdo, të lumt. Të dashur të mi, bëjmë një kthim prap të ju. Prej Esmës kthehemi tek ju për t'ju dhënë mundësinë që të na telefononi dhe të na kënaqni me leximet tuaja. Presim telefonuesin e radhës. Alo, kujt i themi? Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Selam aleikum. Aleikum selam. Unë jam Mimoza Stahiro prej Fushkëshullës. Mimoza, mirë se erdhe. Edhe po du me thonë elhamdulillah. Fillo të lutem. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Të lumt, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh. Mos harro të na telefonosh edhe ditëve të tjera. Presim telefonuesin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo. Selamu alaikum.
Si duket telefonusi ka ikur, ndërkohë presim telefonusin e radhës. Aleikum. Aleikum salam. Unë jam Enisin. Edhe njerë të lutëm emrin? Enisin. Enisin nga? Prishtina. Enis, qa ke përzgjedh me lexu sot me ne? Surën Elham. Filla të lutëm tani. A'udhu billahi shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Ar-Rahim Malik yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Të lumë, falënderit shumë, ju presim edhe ditëve tjera Enis. Salamu alaikum e themi Enisit, ndërsa presim telefonusin tjetër. Alo? Selam aleikum. Aleikum salam. Kush në lajmërot? Jusufi nga Podujeva. Jusuf, mirë se erdhe. Mi se ju gjeta. Qa keme lexu sot me ne? Surën El Fatiha. Fillat të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malike Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jusuf, a din qysh fillot edhe njerë? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, shkon përpara, pastaj Bismillahirrahmanirrahim e dyta, a bën kështu? Po. Nga emocionet e pate. Shumë bukur, përndryshe leximin e bukur, zërin e bukur, tempën e bukur, të presim e ditëve tjera. Mëso sure të reja, edhe na merr në telefon nesër, pas nesër, dhe na i thua ato sure të cilat i mëson në këtë interval kohor. Faleminderit shumë. Të urojmë iftar të këndshëm. Tani në vazhdim presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Unë të në Feruza Berisha, nga Bordi Madhe dhe për du me thonë Kulevallon. Fillat të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Të lumë Feroz, faleminderit shumë. Të presim e ditëve të tjera. Mëso sure të reja dhe na merr në telefon edhe na i thua ato që i ke mësu. Tani presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo, selam aleikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Jam Bres Dragusha nga Bordhi i Madh. Mirë se erdhe. Qa ke përzgjedh me lexu sot me ne? Ajetin Kursi. Fillat lutëm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Të lumë Bresa, faleminderit shumë. Të presim Motra? po me shumë kënaqësi.
Alo? Selam aleikum. Aleikum salam. Emrin? E jona nga Bordhe e Madh. Mirë se erdhe. Qa ke vendosë më në lexu sot? Ku Allahun. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yulid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Lem jelid, wa lem julad, wa lem jekun lehu kufuwan ahad. Të lumt e jona. Faleminderit prej të dyjave dhe të dyjave ju dëshirojmë iftar të këndshëm me njerëzit më të dashur të jetës suaj. Tani presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Assalamu alaikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Jasiri. Jasiri Nga Austria. Mirë se erdhe. Jasiri nga Austria. Mirë se erdhe në mesin ton Jasir. Qa ke përzgjedh me lexu sot me ne? Sura Fatiha. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Të lumt Jasir, na ke kënaqur, faleminderit shumë, të presim edhe ditëve tjera. Faleminderit shumë. Tani presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Abdurrahmani nga Skenderoje. Abdurrahman, qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Elhamin. Fillo të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Të lumt Abdurrahman, faleminderit shumë. أبانا edhe vllohë. Me shumë kënaqësi. Alo? Selam aleikum. Aleikum salam, si quhesh? Omer. Omer, qa ke zgjedh sot me lexu me ne? Inna أعطيناك Fillo të lutem. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وأنشر إن شانك هو الأبتر. Të lumt Omer, faleminderit shumë. Ju përgëzoj. Ju presim edhe ditëve tjera. Ndërkohë, vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Selamu alaikum, përshëndetje. Aleikum salam, përshëndetje. Kush na përshëndet? Jo përshëndet Gentari prej Gjelanit. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, dasha me të pyet, unë nuk di me lexu Kur'an, po jam një djalë se këndoj ilahi. Nëse ka mundësi me këndu ilahi mirë, por nëse s'ka mundësi. Kërkojmë falje, është emision i Kur'anit, të presim në emisione tjera dhe ditëve tjera, ndërsa ky është emision i Pa problem, falje, po më për këtë arsye tjera, falje. Allah shpërblet, faleminderit shumë. Iftar të këndshëm. Suksese. Tani presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, kush na përshëndet? Melek Musteze. Mirë se erdhe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Faleminderit shumë me lek, të presim edhe ditëve tjera. Ndërkohë të dashurët e mi, bëjmë një shkëputje tjetër për të prezantuar mysafirin ton të dytë për sot. Dhe me mua në studio është Asia. Mirë se erdhe Asia. Mirë se erdhe. Asia në cilën klasë je? Tretën. Në tretën. Sa vjeçare je? 8. 8 vjeçare. Çka ke përzgjedhur sot me lexuar me ne? Surën Wal Asr. Wal Asr. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lumt, mashallah, faleminderit shumë. Çuçi ke mësuar këtë sure? E ku mësu me mësët e mija dhe me bopin. Ka ardhur vështirë? Jo, s'm ka ardhur. Ama nuk është shqip, kjo është në gjuhë arabe, nuk është shqip. Atë ka ardhur vështirë për këtë fakt? Jo, a? Pse nuk ka ardhur vështirë? Se ke qenë këmbgulëse, nuk ke përsërit disa artë të lumt. Pra kur e doni diçka, je këmbgulës edhe Zoti ta realizon që ato. Shumë bukur. Përveç kësaj, din edhe suret të tjera, edhe a ke pas vështirë me mësu suret? Jo, kanë shumë latë. Shumë bukur, shumë bukur. E të shkolla po të pengon? Mësimi i Kuranit, mësimi i fesë? Jo, heshtë të më pengon. Mund gjenë ko për të dyja gjenë ko. Të lumt. Veç bashkë, të lumt. Të dashurit e mi, kthehemi te kjo. Juve kemi bërë më së shumti, prandaj edhe kohën më të gjatë e kemi përzgjedh, e kemi bërë të veçantë për ju. Presim telefonusin tjetër. Alo? Selamu alaikum. Aleikum salam. Jam Talha nga Prizreni. Talha, ku jemër Talha? Të kemi pritë që sa? Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Disa jetë surës Sabbih Isma. Fillat lutëm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Talha të lumt, faleminderit shumë, Allahu të shpërbleft. Ka me thonë dikush tjetër najsen? Ja. Hajde Asja. Selamu alaikum. Aleikum salam. Qa ke përzgjedh për sot? E kom përzgjedhur surën Asr. A mund të afrosh të telefoni pak më shumë të lutëm? Filla tani. Po, filla. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يلوم ما شاء الله Asja, ma هذا sha Allah الشك Talha. كما ثم بركتين. Po, me shumë knatësi. Fillat lutëm. Kohën. Me të vërtetë njeriu është në humbje të plotë, përveç atyre që besojnë dhe punojnë mirësi e drejtësi, dhe që e këshillojnë njërin tjetrin për të vërtetën, dhe që këshillojnë njërin tjetrin për durim.
Faleminderit shumë. Allah na bëj. Apo neve që këna që zot? Po me shumë kënaqësi. Zotin e lutim që të na bën për atyre që i kanë këtu cilësi. Çika e tezës është? Salamu alaikum. Aleikum salam. Amra. Amra, mirë se erdhe. Çka ke përzgjedh me lexu sot me ne? Sura Al-Baqara, disa jete. Sa ajete? Disa jete. Në rregull, fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Direkto. Të lumt, Allah shpërblet, faleminderit shumë. Ju përshëndesim të Amin. dhe ju dëshirojmë iftar të këndshëm dhe ju presim ditëve në vazhdim të na lexoni, të na kënaqni me këtë këndim kaq të bukur. Tani të dashurit e mi, presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Unë jam Furkan Bushi. Bushi jam pjani të Elizit. Edhe njëra emrin të lutem? Furkan. Furkan, ndalja zërin televizorit të lutem, ose dil në një ambient tjetër ku nuk është televizori, në mënyrë që të mund të vazhdojmë bashkë bisedimin. Okej. Furkan, Unë fillo të lutem, çka ke menduar? Unë tham Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yulid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Të lumt, faleminderit shumë Furkan. Të presim edhe ditëve të tjera të na telefonosh dhe të na thuash ndonjë prej sureve që ti din apo mëson gjatë këtyre ditëve. Në vazhdim, presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Aleikum selam. Mirë se na erdhe. Si duket, telefonata ka dështuar, ndërsa ne e presim që të na telefonon sërish dhe të na thot atë çfarë ka planifikuar për të na thënë. Tani presim telefonusin tjetër. Alo, kujt i themi? Almira Gjallari nga Hani Elizit. Mirë se erdhe. Qa kime lexu sot me ne? Aleikum. Aleikum selam. Qa kime lexu sot me ne? Kullu vallahu. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu vallahu. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kal-kafar. Fasali rabbika wanhar. Inna shaniyaka wal-abtar. A'udhu billahi minash Mjafton, faleminderit shumë. Shumë faleminderit, mjafton. Shumë faleminderit për t'ju lënë hapësirë edhe të tjerëve. Mjafton me këto dy sure, por të presim ditëve të tjera që të na telefonosh dhe të na thuash sure tjera. Të dashurit e mi, kjo njerit është telefonata e fundit për sot. Ne kthehemi në studio për të përfunduar bisedën që nisëm me Esmen dhe me Asjen. Thatë se nuk pengon mësimi Kur'anit dhe mësimi i fesë në mësimet e shkollës. Por a ka mësimi i Kur'anit në, me thonë ashtu, një fazë caktuar, ose një ditë për shembull me mësu veç verës edhe tani gjatë tër vitit mos më marrë me Kur'an, a duhet në vazhdimsi me u marrë me Kur'anin? Unë mendoj që jo veç në verë, po në gjithë Të vitit. lumë, do më thonë, edhe pse ndoshta mësimi me qujtë ashtu
ma ekskluziv me qenë verës ose pushimin e pranverës ose dimrit, domethënë ndërsa gjatë periudhës tjetër të kohës ose të vitit duhet të kemi ka një takim ditor me Kur'anin, ani pse ndoshta me qenë më i shkurtë se sa atëherë kur është mësimi intensiv, me thonë ashtu. Bukur. Çfarë porosie ki për shoqet tua, për vajzat në përgjithësi, për Kur'anin, për Ramazanin, për prindrit, për familjen, për Unë ja përsi fëmijëve si mosh si unë, të lexojnë Kur'an, të mësojnë sure të reja. Shumë bukur. Të jenë të dëgjueshëm dhe prindërve, mësuesës. Po dhe të interesohen më shumë për Kur'an. Të lumt, faleminderit shumë. Ndërsa Asja, çfarë thot shoqeve dhe shokëve? Unë kam të përshëndes familjen time, hallat, motrën, vllazët, edhe dojen që kam prej Francë, për një porosi për fëmijët e kam që të bojnë një hotme, nëse kanë mundësi të bojnë një hotme këtë Ramazan, edhe shpresoj që unë të bëj një hotme. Për ata që nuk e din çka është hatmja, me lexu Kur'anin prej fillimit deri në fund brenda muajit madhërisëm Ramazan. Të lumtë, edhe unë uroj, edhe shpresoj shumë që edhe ti, edhe fëmijët tjerë të kryjmë ka një hatme gjatë muajit madhërisëm Ramazan. Të dashurit e mi, kjo ishte e tëra për emisionin e sotëm Të lexojmë së bashku. Ju presim bashk nesër me mysafirët tjerë. Ju dëshirojmë iftar të këndshëm, veprat të pranuara. Ju lëm në amanet Allahut madhërisëm. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.